Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Kudo që na ndiqni të nderuar shikues përshëndetje. Bashkalloku politik Kurti Osmani ka marrë drejtimin e tij. Të ndarë natyrisht. Gjykata kushtetuese dje nxori mas të përkohshme në kërkesën që pati qeveria për ta rrëzuar dekretin e Osmanit. Gjykata nuk rrëzoi dekretin e Osmanit, vendosi mas të përkohshme deri në një trajtim të hollësishëm të tij dhe udhëzoi kuvendit të mos mlidhet deri me datën 31 mars. Kam ftuar për analizë Dardan Krasniqin. Krasniqi, faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën, mirë se gjej. E quajta bashkallak kështu politik të një periudhë, nëse më ta themi idilike, që mbolli një sentiment të një realiteti të lirisë në Kosovë, sepse për 20 vite ishte ndërtuar një përshtypje që ky vend është i zafuar, i pashliruar, gati i robruar, dhe për një moment ndodhi ajo që ndodhi. Në leximin tuaj, si u pa, ju ishit në zgjedhje dhe cila ishte pritja juaj, Krasniqi, mbi Kurtin, mbi Osmanin, e keni thënë në këtë studio? Unë kam thënë edhe këtu rride, kam thënë edhe më herët. Për çka kam thënë, është që kësaj qeverie nuk është e kënaqur me këtë 51%. Domethënë, këtë çka partitë politike synojnë që të rregullin në çet ambientin tonë politik është me fitu zgjedhjet. Është pa qysh në fillim se zotin Kurti nuk e ka kënaqur ky rezultat. Edhe ajo me presidentin Vjosa Osmani, unë kam thënë ka herë, për arsye se nuk i ka bashku asgjë tjetër përveç teoria zbrazët e patriotizmit, të cilët në fakt të dy të përfaqësojnë. Pra nuk kanë të bëj as me patriotizëm, as me standard politik, edhe që është një fjalë tepër ndoshta përkon edhe me këtë kohë na infrashë që të mbjell erë kur furtunë. Pra, sot atëherën që ka mbjell zonja Osmani për kur furtunë të madhe, që ky sulm që po i bëhet me lloj mjetit të ulta të gjuhës shpifse e të përbaltjes për moshë i papranueshëm. Për arsye se në politikë njerëzit nuk janë të lidhur me vula me dokumente. Në politikë njerëzit janë të lidhur me disa programe, edhe është normale që mos gjuhën e vetëvendosjes mbështetësve të tyre e cilësoni të papranueshme kundrejt Vjosa Osmanit. Absolutisht, ma tash kjo është standard në thojza politik i lëvizjes vetëvendosje për cilin është shumë e trisht me pasë çfarë u shndru. Domethënë ka shndru në njerëz në një mekanizëm për cilët nuk kanë qëndrime, nuk njohin terrenin politik, nuk njohin metodë, edhe jenë, si me thonë, në rrëb të kësaj propagandës të madhe që bëhet. Është pa kuptim ti deri në momentet e fundit me postue, me mbështet, edhe kjo po realisht zonja Osmani kishte. Kujt keni në vetvendosje qendrim kritik sot për gjuhën që po përdorin ndaj Osmanit? Absolutisht vetëm ndaj zotit Kurti, që është një bish, mos më thonë, një kafshë madhe politike për cilin ai nuk njeh asnjë rregull të lojës, kjo ka më dëshmu. Pa emocion tu. Absolutisht, jo pa emocion. Unë tha me dhimbje në fakt. Për zotin Kurti, për secilin këtë vend e tha me dhimbje, po zoti Kurti është një bishë madhe politike. Unë kam 2 vjet në komunikime me që kam thonë që zoti Kurti në momentin që kryen këtë punën me këtë opozit, kundërshtari i saj më i madh ose eliminimi i tij politik i radhës ka qenë zonja Osmani. Edhe kjo ndodhe. E ke thënë më herët? E kam thënë më herët, edhe jo vetëm që kam thënë më herët, e kam thënë edhe më njëherë mas i kanë përfunduar zgjedhjet. Unë kam qenë shumë i bindur se zonja Osmani nuk ka me u zgjedh presidenti pikërisht nga zoti Kurti. Të besonin miqt? Për sa kohë që po bisedoja ndryshe? Po kur bisedoja në tavolinë edhe e shpjegoja këtë mozaikun, e ndërtoja këtë mozaikun se është shumë kontaminues terreni politik me njerëz. Domethënë njerëzit nuk kanë qëndrime të veta dhe e kanë probleme me identifiku shkakun. Kanë pas me miq, po që kanë pas probleme për shkak të në kuptimin e emancipimit madh politik. unë edhe kur kam marrë pjesë në studje televizive me
me aktorë, me politikanë ndryshëm, me gazetarë, para se me hynë debate, ose kur dilën për debate, këto i kam parashiku. Përse u preshin spasu shkëllësisht, vjosa me Kurtin? Edhe po parashikohet në diçka tjetër, tash, për vënë basë, se kundërshtore eliminimi tjetër i radhës dhe tjetë zoti Konjumca. Pra, Konjumca vetë tha që vetë vendoset bën tokë. Eliminimi i radhës, në fakt ata e ka eliminu politikisht, edhe zotin Konjumca, e ka përballë të imase personalitetin e tij. Se ta eliminoj zotin Konjumca? Pse të shorëzit nga Konjumca Kurti? As ka qenë lojal Konjumca ndaj Kurtit? Nuk e di atë kujtohet, unë çdo herë kam thënë që këtë pluralizmin ton politik çka është dëshmuar prej atyre politikanëve që sot nuk janë në jetë, edhe që janë politike, që kanë udhëheqë. Këta që janë politikë, se dhe janë duke udhëheqë është se kërejt që kanë bëhash që i kanë thyë njerëzit e ndershëm korres. Këtë deklarata këtë në këtë emision? Jo rasisht. Jo rasisht ndodhë këtë. Dikujt e pushtet e korruptën, dikujt e atje... Kurti thënë njerëz në korres, këtë platformë ka politike? Absolutisht, dhe më thonë është... Njerëz patriot të ndershëm thënë korres? Për me qenë shumë korrekt, po, absolutisht, dhe më thonë thënë njerëzit e ndershëm korres. Në fakt, si me thonë, në kësaj radhe të familja e Shari nuk i heci ashtu. Asi Shara në gosht, të thotë. Absolutisht, për arsye se mendoj edhe në deklarimin që na dha në emancipim të madh edhe politik edhe moral edhe kombëtar zoti Shari, Morati, ai mes rreshave tregoi. Që partia politike... Mesazhi që nuk lejon të jemi pjesë e platformave të manipulimeve partijake politike. Për njerëz që kanë... Edhe u mirëpret ajo deklaratë, kolektivisht. Për njerëz cilët sinqerisht nuk janë çmend këtë rinin tonë politik. Për njerëz që janë racional këtë vend. Ato i ka thënë vetë, nëse lexon pa emocione, pa ndikime, pa ngarkesë deklaratën e zotit Jasharit, e kupton si të tillë. Pra, vetëm në një situatë kur vendi zot mos e bën, mund të ketë luftë civile, ne e shohim me rëndësi situatat jashtëzakonshme që të jemi në balë të atij uniteti të shoqënisë, tha Murat Jashari. Për në fakt ata veç kanë dëshmuar edhe kjo konsistoi me jubileun e madh të 5-6 e 7 marsit, pra ishim në fillesat e festës, kur familja Jashari në fakt pinjolli i saj, brezi i saj, që në kam shumë respekt edhe pikërisht për shkak të tyre qëndrimeve. Unë kam qenë ndoshta në këtë post-zgjedhje që kam thonë i pari që nëse në këtë momentum na duhet dikush për shkak të të rinit madh kontaminues politik, e për këtë rinin e madh kontaminues politik mund me fol gjëre gjatë për me kuptuar edhe opinionin më shumë. Kur ti thu manipulon njerëz, edhe atë kontingjent të atyre njerëzve që kanë prejardhje heroike të ndershmërisë, po pse lejon njerëz të manipulohen? Dëgjoj, kur hinë politika është një terren shumë i keq na. Ndjes pas prindja. Jo, keni refuzuar të manipuloheni ta zëm. Unë kam refuzuar. Pse njerëz bën pjesë e skemave të manipulimit? Unë për te soi kam refuzuar edhe për te vetë lëvizjes vetë vendosje kam refuzuar më manipulu dhe prej atij rrethit tem familjar politik që është i kyçën. Pra, me keqale për tham, edhe njerëzve të me, nëse ata e kuptojnë mirë politikën, se këto jemi me fol për të vërtetën. Unë e kuptoj që kjo shoqënia jo nuk e don të vërtetën. Aktualisht ka një përjetim gjysmëmortor se çfarë ndodhi midis zonës Vjosa Osmani dhe zotit Kurti. Po flas ai kontingjent i votuesve të tyre, që ishte votues lojali i vitit 2021, e që vijoj të besoj deri këto ditë të fundit, kur pa se përfundimisht midis tyre janë ndarë rrugët, Krasniq. E para, këtu asnjë politikan nuk lufton për standard e norma e për, si me thonë, për vlera cila do të na udhëheqë. Këtu secili politikan lufton për antagonizëm politik, për luftë personale. Edhe kjo legjitime është ardhur. Nuk është legjitime, absolutisht. Betja në politikë legjitime, por betja politike, po ka disa norma. Se unë edhe kur bisedoj kështu me njerëz, hajtë se politika është kështu me terma për cilën po du me kujdes në gjë. Pejorativ, po. Mirë, po absolutisht në asnjë libër
të filozofisë politike, qoftë prej grekëve djetër deri sot, termat më të mirë për jetën, për sjelljen, për moralin, për etikën nuk i gjonë se në politikë. Në librin e parë politike kom lexuar filozofia politike e grekëve djetër. Edhe aty për shembull që më ka mbet kujtesën time thot Aristoteli, thot kështu në thënie. Politika dhe kryeveprat. Thot një njeri që bëhet kryetar, edhe gjatë mandatit e tij, vjedh edhe keq përdor, tradhën miqt, vjedh ari dhe argjend, se në atë kohë s'ka pas moneda, ai thot nuk duhet të votohet prap. Madje edhe pjesa tjetër që dën me votu, duhet me marrë drejta votës. Për çfarë standardi ka folë në një kohë kur nuk ka qenë kaq e zhvilluar në botë, s'ka pas teknologji, s'ka pas krijimet institucioneve, e llogarit çfarë filozofie të madhe politike ka dhënë. Askon filozofia politike nuk thotë që ju duhet, po gara është gara, edhe në futboll është gara, ta komprometoni çdo kriter, po. Është kontaminim i madh. Pra kjo tash çaj bëhet zonjës Osmani. Sot, për rrugtarëve të vetë politik, është shumë e pa drejt. Unë jam kundërshtari më i madh i zonës Osmani në kuptimin politik. Për arsye se kam dërsuar se politika nuk do doja ta shihë presidentin. Absolutisht, nuk doja ta shihë presidentin për shumë arsye. E për mua ka qenë etike ajo që ka bërë me fëmijët e saj që i dërgoi fëmijët nuk ka se për mos më keq kuptu. Unë nuk jam që, se falë Zotit, këtë që ka po dëshmën këtë vend, për mirë është biznesi privat. Pra, jo shini që shteti është i vdekur, këtë që ka po bëhet gjallëri në këtë vend, është biznesi privat që po e bën. Pra, në qoftë në ndërtim, qoftë në infrastrukturat e veta, ne nuk kemi asnjë projekt që e bën ky vend. Ka prerë shiritash, as për urime, punësh, investimesh, kapitale. Në fakt neve kemi na përcjell as trend të investimeve që mund ndikojnë, mund nxisin një lulëzim më të madh të ekonomisë, sektorëve real të ekonomisë. Ne kemi hyrë në një të thellë të krizës politike në këtë vend. Si është e mundur kasti që për 51.1% marr besimin e qytetarëve dhe të kemi këtë situatë. Është një thënie thetë i nati që si të shpjegohet kjo? Historinë e parlamentarizmit dhe demokracisë në Kosovë nga 99 aktej nuk ka ndodhur kjo asnjëherë. Po, kjo është ajo që i nati që njerëzit dal nga dal drejt helmimit të qenies së tyre. Nuk ka kur një person e ka metastaza, fal për analogjien që po du me marr, kur e ka metastaza smundjeve, ai mundet me pas pushtet absolut, po e ka problemin me metastazën që e ka helmu trupin e tij. Po pse ta ketë këtë problem? Kjo është si besoj 51.1%. Zoti Kurti mas vitit 2017 e këndej. Jo pse nuk ka dhënë elemente edhe më herët, po kemi besu se kur në një front, qoftë betejave të luftës, qoftë beteja politike të protestave, arrestohet lideri politik, dhe me thonë, është në balë të saj ti nuk kise si me pas dilema dhe dyshim. Ndryshe, po. Por veprimet keni mundur t'i analizoni, po. Ajo që ka ndodhë, më smirë, e ke vrejt që pleq tu në gjderë kanë të njepi pushtet ndashme po dikush kush është. Po. Pra, unë kisha dash që jo vetëm Zoti Kurti, po se cilin këtë vend, me qenë i denjet edhe me pos pasion edhe zelt madh me ndërtu këtë vend. Se është një mend zhgënjim i madh që ka ashtu ndodhë. Ku do që shojmë rrjetet sociale, Dardan verej zhgënjim që gjymojnë rrjetet nga lloj dëshpërimi. Po them, e atij votuesi që kishte besuar në këtë bashkallëk politik të pandar. Votuesi i madh i lëvizjes vetëvendosje e ka vetëm një si me thonë kërkesë ose një standard pse voton. Edhe në momentin që përmbush këtë standard nuk merret me punë tjera. Pra, votuesi i lëvizjes vetëvendosje që tashmë është i lloj-llojshëm, ka titista, ka udhbashë, ka antivlera, ka gjithçka, ka
ekstremist fetare, ka ishtë pushtete. Kjo shoqëri që është? Po, nuk është thjesht e shoqënias. Me këtë prejardhje që ka, të ndryshme, po. Ka prejardhje të ndryshme, po janë disa kritere për cilat njerëzit duhet me i vu në kryet e një detyre. Se ka shumë rëndësi ecja, ka shumë rëndësi zhvillimi. E dalloni sot kurtin e sot nga kurti djeshëm kur ishe bashkë me të... Po ka shumë, a di se është, prapë thoshte të pushteti është provë, ose ti forcon karakterin, ose ta zbeje... Ta komplementon atë, po. Absolutisht, edhe tash kjo pe të regon, pro. Edhe në fund të krejt kësaj, nuk e di a kemi me qenë e gjalla, jo, po në fund të krejt këti kontaminimit të këti kazanit të madh, beturinash me fjale, me poshtërsit mëdhaja që etiketohen njerëz, në fund komero vetë Zoti Kurti. Majni men të almanin për fjale, se Zonja Osmani është zhune një mëngjes që ka ra në sharet edhe të fyrjet e ulta që nuk e ka mendu kur njëtën e vetë. Mirë, po llogarit për 5 vite së njeri është linçu për kritikën që e ku ka hesh Zonja Osmani, e ku tha mbrëm në një intervistë televizive që as gjëkundit që kam lekun temelet Zoti Kurti, figurativisht po them kështu. Nuk ka prishur punë për asgjë nga brenda. Përfshirë dhe datën e zgjedhjeve, përfshirë dhe momentet që edhe ato si figure bëjnë të cenueshme në pikpamje të moralit politik, të respektimit të kapaciteteve të saj edhe kushtetuese si presidente e kështu me radhë. Kur ne kritikonim edhe si qytetar edhe si pjesë e politikës datën e zgjedhjeve, Zonja Osmani thonë të përfatëseja unitetin. Ajo ishte qarta që ose shesha që nuk përfatëson të unitetin, për arsye se unë po flas vetëm si fenomen. Gjitha partitë politike në përjashtim televizijës vetëvendosur ishin që zgjedhjet më mojt me 21 dhjetor. Ajo i caktoi datën me 28. E bëra, e deklaroi mbrëm. Tash llogarit që ka ndodhur, domethënë. Unë kam thënë, ju këtu po kam thënë në Kanal 10 për shembull. Llogarit çfarë standardi politik po krijon ky vend. Politika Zoti Kurti lista Guxo. E ke fatën Pecin, sot kryetar të komunës Mitrovicës. Njëri ndër kryetar, për shkak se lista Guxo ka 2 kryetar, zonën Gërvalla edhe zotin Peci. Zoti Peci kandidon si kryetar, është kryetar i listës Guxo, kandidon si kryetar i komunës së Mitrovicës si kandidat për kryetar nga lëvizja vetëvendosur. Kjo është çuditje e madhe politike, ti mundesh me kandidu si koalicion, po jo si kandidat i lëvizjes. Se ti në fakt nuk përfaqëson politikat lokale si kryetar, përfaqëson Guxo nuk është dalluar nga vetvendosja. Po ti çfarë Guxo nuk është dalluar nga vetvendosja në gjithë këto vite për sa kohë që jo, kjo di çka ka ndodhur, Kurti i ka ngi me pushtet të madh. I ka shtinë në korrupcion, pra këtë këta të listës Guxo. Zonja Gërvalla ka këtë qeverisat shumë, e ka bët dëm diplomacisë jashtme me emrime, reemrime e shkarkimet e diplomatëve. Me thonë, e ka me gjithë ato probleme që ka pas diplomacia, në përfaqësim e ka degraduar edhe më tej. Zoti Kurti që nuk i ka ditë këtu. Ka pas ke shpërdërimet në dhaja me subvencione. Në din edhe aferat e zonjës Paculle. Publikuar. është raportuar edhe për vetë ministrinë e Peshë. Madje unë kam shumë informata kredibile dhe kështu që kur i kanë thënë zotit Kurti vetë protagonistët të televizijës vetëvendosur se kjo po ndodh këtu, ai në një moment ka thonë dëgjani, është një farë citate që du me kanë si prifti, me i falë njerëzit. Si? Du me qenë prift. Këto e kam të konfirmuar dhe është kredibile, ju për ta përballë dikan, as për të krijuar mjegull, po sakt zoti Kurti nuk ka treguar mbrojtje të korruptuarit. Absolutisht. Pra jo edhe sot për shembull zonja Osmani shohet e fyet që ka kapitale, ka shtëpia Marigona. Hella që si quhet Lagja Marigona, përderisa
kur njerëzit edhe unë kam folë se këta politikanë jetojnë në luks, edhe vetëm ju kam referuar deklarimi tyne të pasonijes. Ne jemi qujtë, jo e dini, këtë ky populizëm që ka kriju zoti Kurti këto, është mos i dëgjoni mediat, mos i dëgjoni njerëzit, larg tyne. Pse? E ka pas besueshmërinë e madhe te elektorati vet, edhe ka dasht me largu elektoratin prej synit mediave të kritikës për mos me e dëgju të vërtetën. Kjo ndodhe me zotin Alio, Liburn Alio, pra. Kur Liburn Alio mujnë me qenë shumë shkaktarë të tjerë, por kur zoti Alio u largu për shkak të zgjedhjes së Dimal Bashës kryekovendar, miliona njerëz Pak ju të besueshme ajo, si që raportuam. Shok e meq, pat që dim, shok e meq, e fynë zotin Alio. Ju, vërtet keni besuar që Liburn Alio është larguar për shkak të zgjedhjes së Dimal Bashës? Nuk mendoj që është largu vetëm për shkak të saj, po edhe kjo është shkaktare. Është akumuluar. Po, është akumuluar. Zemrimi i tij me... Si është ajo shpreha si të deva bona gjatë. Kush e ka prishur tymin e dohanit zotit Kurti në qeveri sipas jush? Kush ka qenë figura? Liburn Alio? Për lëkurën e leprit ka rënë për tokë. Pra, shumë herë vendimet e mëdha merren për shkaqeve të vogla, se akumulohen zonë. Kush i ka prishur timin e dohanit? Nëse ka mundur t'ja prish dikush zotit Kurti? A ka qenë zoti Alio? Zoti Alio, me atë sa di tani mas 2021-s nuk ka qenë pjesë aktive vendimare në organizatës. Se zoti Kurti... Po flas për në qeveri. Se zoti Kurti, për dhe në qeveri ato që kemi po, jo. Ka qeverisur Alio apo Hysen Durmishi, sipas jush? Kanë kesh qeverisur të dytë. Të dytë. Jo kanë qeverisur, unë i kam dytë miq, e zotin Alio kam më tepër se mik, po kanë kesh qeverisur të dytë. Nuk është këtë qeverisje vetëm kuptimi, abuzimi me paron edhe me... Po. Këtë qeverisje është ati kur ti nuk menjanën problemet. Po. Kur ti len autostradën pa pastru, kur nuk kemi vijat e bardha në për autostradë, kur kemi dheon që ka rëshitin. Kjo është këtë qeverisje. Për te i saj, njaften bërë me po këtë qeveri ka po hecë. Edhe kjo e 51%. Duke një zhgënjur? Pa, absolutisht që jo i zhgënjur, po kështë realiteti. Unë kisha qenë personi ose qytetari më i lumtur këtë vend se kur ky vend zhvillohej. Për arsye se ka gjitha përmasat. Lejmë vishë që të shpjegoj se shumë e rëndësi. Ministri mundet mos me qenë profesional në fushë veprimin e tina, po përdor autoritetin e tij, kredibilitetin e tij për të udhëhequr një institucion. Kush e udhëheq shtetin? Udhëheqin shqiptarët politik. A dini që edhe shumë e rëndësi, për me këtë pjesë me shkput edhe me a thënë opinionit, a dini se ne sot, në web faqet e institucioneve tona, të se cilës do ministri, nuk e dim të zempej zotit Sfeqle atu të qëfar kualifikimi kanë. Kush janë ta njerë, qëfar ekspertize kanë profesionale? Qëfar ekspertize profesionale kanë kabinetit ti? Edhe këtë opinioni nuk e kupton. Opinioni është vetëm zoti Kurti. Edhe që Kurti ka qeverisë me standardin për të imunizu këtë, edhe që mund të jetë i përfshirë në afera korruptive. Krejt që ka përcjellë zotin Kurti prej qeverisjes të madhe që kemi marrë në Prishtinë. Po. E më tej edhe një ndër komunat më të rëndësishme strategjike dhe politike dhe historike që ne kemi rrugtuar gjatë me 10 qershorin e 1878-ës të lidhjes të madhe shqiptare për Zërinit, zoti aty ka pas keq menaxhem, ka pas i njëjti avaz ka ndodhi vjedhjeve, i tendermanias, i lejeve me pare, pa pare, i keq përdorimit të inspektorëve në të dy komunat. Unë jo këto pse pe tham sot, s'kam dash më marr me kësi situata me thonë pe sulmon një organizat për cilën nuk ndjej dhimbje, se kam rrugtuar gati 20 vjet. Edhe s'ka shesh, edhe s'ka tribune, s'ka vend që s'kam qenë pjesëmarrës, po kjo s'ka rëndësi. Po nuk, unë kam sot shumë shkresa që kam dërgu shumë emaila në atë kohë. Jo pa të me përfundim. Keni besuar në atë kohë? Kam besu që, në fakt, ka orë momenti ky vend me u ba edhe me ka një standard, ku dikush thët
ky kryetar komune është i korruptuar edhe ja dërgon faktet, dikush me o marrë me të. Sakt. Unë kam qenë kritiki më i madh në atë kohë, i zotit Shpend Ahmeti dhe kam kërku llogari. Ato 70 dosje, do të me ditë cilat janë ato 70 dosjet e Isa Mustafa. Por kush nuk i di cilat kanë qenë. E njëjtë avaz po vazhdon sot. E pash kryetarin e Fushë Kosovës, e kish kap një folder kështu, edhe kish dalë kish thonë dul me një konferencë për media dhe tha, ja ku i kam do dosje këtu, e ai folderi në fakt ishte u duke si zbrast, po s'ka rëndësi, s'po du me paragjyku. Politikanët mund bëjnë vatje për manipulim, por shoqëria është ajo që në base do duhet ta nxjerr leksionin. Je institucion. Po. Je institucion. Atë çfarë do të më dalë si Po kërkon standard moral ta thënë. E ke sot i ke këtë kushtet. E ke edhe projektorin, e ke edhe zyrën, e ke edhe sallën, e ke edhe mediat. Edhe kjo është guximi politik. Edhe është e fundit misioni yt. Kur ti sekretar komune del, edhe thu, në këtë projekt është para po më ndërtu shkolla. Nuk është ndërtu shkolla, në këtë projekt po më ndërtu rruga 8 metra, ndërtu 6 metra. Këto janë dosje që duhet mi po qytetarët. Foldera me marrë kështu me thonë po, se unë këtu kam dosjen kriminale të këtij pushteti. Do është standardin politik. Edhe erdha prapë të një diçka që është shumë e rëndësishme, me thonë. Në ditën e zgjedhjeve, kur votohet, qytetari mendon që në ditën e zgjedhjeve kryen shërbimin ndaj vendit. Kjo nuk është asgjë në raport me vendin. Dita e zgjedhjeve është një obligim i vogël. Mas ditës së zgjedhjeve është obligim i madh qytetar me kon rojtari pushteteve. Elektorati i madh i lëvizjes vetëvendosje e ka të përmbushur misionin e vet në momentin që fiton kurti. Nuk i intereson më as ka korrupsion, as ka keq menaxhim, as ka keq përdorim. Jo pa zotin Rashiç. Ç'a tha, ç'a deklarat. Deklaratën për manastirin e Deçanit. Jo, edhe për asociacionin. Edhe për asociacionin. Të dyja ti tha. Po. Edhe llogarit dalin tash deputetë e lëvizjes vetëvendosje. Matrapaz pa pikë dinjiteti. Po e them, janë matrapaz politik pa pikë. Lëvizja vetëvendosje ka shndruar veten në surlagjit të kusinjave, jo në aktivist të cilët refuzojnë me nështru të këshijave. Thujnë e ka bënë Hashim Thaçi, ose ka bënë ai politikan. Po mira, ka orë ti si qeveri me implementu marrëveshjet e dëmshme, cilë është kuptimi rrugtimit tonë politik? Cilë është kuptimi se ne festojmë 10 shkurtin e përkujtojmë Arben Xheladinin edhe më në bale? Cilë është kuptimi i përkujtimit të Astrid Deharit? Është i njëjti sikur ne përkujtojmë dëshmorët, edhe e kemi shkel edhe kemi përbuz gjokin e tyne. Pra ti ke ardhur në rrugtim politik që s'ki me ba Lektor Serverin, që s'ki me implementu Zajednicën, që s'ki me fal tokën e manastirit. Edhe ti sot gjitha i ke bon, do me thot qeveri implementimet marrëveshjeve të këqija të ish pushteteve, edhe sot ti nuk i kritik. Edhe kjo është shmenduri. Dardan, kam 2-3 pyetje të fundit në këtë pjesë të analizës. Si e pat paraqitjen e mbrëmshme të zonës Osmani në syri TV, i medium nga Shqipëria? Çka të bëri? Përshtypje për mirë ose për keq? Aja rritë çka është keq, është se cili problem që ndodh këto përfajnë e politikanëve tonë pa drejt. Këtë asut pas se ka bo. Dhe me thonë logarit, për një analogji, ne këtë armatimin e madh edhe logistikën e kemi marrë në luftë për Shqipëria. Po. Edhe Serbia nuk e ka përdor, kur Shqipëria si vend që për ndihmon Kosovën. Logarit, ky sulmi që i bëhet zonës Osmani. Për afërsinë me Edi Ramën? Për afërsinë me Edi Ramën, kësi nuk bëhen të rastësisht. Lëvizja vetëvendosje ka një mekanizëm madh të propagandës. Osmani tha VV ka importuar njerëz me qëllime të rrezikshme. Ju referuar me gjatë zonës Dejona Mihali. Nuk e di, nuk e ka thënë emër, por u alëduan. Zonja Osmani është mirë me thonë për hir të opinionit gjithçka, sikur që është mirë me thonë Zoti Kurti. Ne nuk e dim sepse Zoti Kurti nuk ka nominuar zonjën Osmani. Ende. Nuk e dim ne.
përderisa I druhet konsekuenca në zgjedhje mbase. përderisa Nuk ka gjetur ende justifikimin. Po mendoj që edhe ajo o hi në këtë lakun e vet, që në fund ka me sa dë mjafton me përcjell qindra ngjarje, kemi televizion në shtëpi, kemi dokumentare dhe fshih një politikan atje ku dush si ka rrugtu si zoti Kurti në fund ku ka me përfundu. Kemi po modelin, zoti Kurti ka me përfundu keq në fund. Një njeri që i ka 10 bodyguard, 20 bodyguard. Ato e vlerëson masa sigurisë e policisë, jo një vekë njëni këtë. Absolutisht, po protokolli nuk është muri kines, që ti mos me ndryshu. Që ky protokoll ka qenë edhe atëherë, kur ne thënim ata kanë gjipa, ne kemi trotare. Po, por e pati shefi i DBS, i BIAS, Vullin, çfarë tha? Në një deklaratë këtë Çka tha? Nuk tha në gjë të re, se Serbia ka mbi 100 vite që ka përdor makinerinë e shtetit për të vrarë shqiptarët, për të përsekutuar, por tha ne duhet ta ndjekim modelin e Izraelit që edhe në Kosovë. Në momentin që Një fashisti nuk jam unë për me e cenu sigurinë as një qytetari madje si të zyrtarëve tonë, po nuk është ky protokoll. Se ti tash e vërtet tash ishte më herët kundër xhipave të zi etj. Tash kemi më fut në zgjedhje dhe ty ki me dal me masën. Atje unë di si funksionojnë protokollat. Po në fakt kjo nuk bëhet me qëllim të tillë, për shkak që ti ke elemente të për garanca sigurie thua. Kjo bëhet për abuzim pushtetit për cilët ne kemi pa. Pushteti tjetërsën edhe është si ndërrove. Nuk ka boj zonja Osmani në gjithë të vite, edhe në të intervistë, cilat ishin, nëse mund ta them, lëshimet e saj që i pranoi publikisht se ka qenë lojale, oportune, e ndëgjueshme në raport me politikën e brendshme të Kurtit. Është e padrejt me opërzi shtetin ton, shtetin nam Shqipërinë në këtë qërim hesapës mes Kurtit dhe zonës Osmani. Pra Kurtit dhe zonës Osmani, jo zonës Osmani dhe Kurti, është e padrejt, është e tërshme me përfshin kryeministin Rama edhe zonën Seropoli që ishte këtu në vizit me jo dina ishte në vizit të nesme të bon rikonfigurimi qeverisë shqiptare atje. Spiropoli, po, ikën në vizit. Me propaganda pse është këtu tash të jo. Është një lirë dardan, njerëz kanë drejt të japin dimensionat ndeje këtej. Po kjo është lufta hibride që vetë e bën pushteti. E akuzohen kritikët që po bojnë luftë hibride. Zona Osmani në rrugtim, unë kam shumë vërejtet Ishin dhe gjëra që i pranoj publikisht, si është e mundur një presidenti. Më tej, ne s'kemi dëgjuar la akoma. Do dëgjojmë tash edhe më shumë. Të nxjerrin gjithë kompetencat e komunikimit. Absolutisht. Ju e dini për mua ka qenë shumë unë janë 2 momente për cilat ne kam ditë që zoti Kurti nuk ka më fol zonën Osmani vetëm ka më prit momenti. Një, e kaluni e zonës Osmani në raport me zotin Kurti në momente kur ai thet Chavez Maduro. Hugo Chavez po, para se të hyjnë me të po. Nuk e fal zoti Kurti. Por do bëj bashkë me të pak më vonë. Kjo është për interes votash mos. Po, absolutisht për interese puro personale, jo me sjell të mira. Se kjo tash po dëshmon, se nuk i sjellën të mira ky binomi Kurti Osmani. Se po në diçka që ka pas zoti Kurti në dorë, edhe zonja Osmani, që shoqënia jonë ndër shekuj do të ishte mirë njës. Ka qenë momentumi këta me vendos standard madh politik këtë vend. Standard për të cilin njerëzit nuk ka nevojë me u bë as servil, as paçavër, as legena me emrri atë çaj takon. Nuk e bën. Jo e dini zoti Kurti secili që e ka shoh, e ka bë zoni Osmani e ka shoh, ka bë president. Zoni Basha e ka shoh, ka fyer, ka bë kryekovendar. Armend Muja ka shoh, ka fyer, ka krahasu më të keqë se listën se erbe, e bëri deputet, e bëri tash ministër. Domethënë zonën kryesore është e njëjta. Llogarit çfarë, edhe këta çapo i përmendi. Këta një ditë kanë me pos fotin e zonës Osmani me Kurti. Përfshir thatë edhe Konjumsa. Absolutisht. Konjumsa sot është i thyen korres. Pse? Unë e kam e çmoj një ndër politikanët më të mirë për shkak se një me rraje, një familjarisht kam respekt e çmoj jashtëzakonisht. Unë pa ta bënë shkrim më herët, pa ta thënë se nuk reagon një parë ka për bërë që dyti.
Zoti, pse janë disa momentume për cilat unë mendoj që zoti Konjunca e mendon më ndryshe për shkak situata politike, mos me reagu. E dyta për shkak kësaj gjuhës flet që zoti Konjunca nuk don me u largu për politike me këtë përbaltje të madhe. E treta, zoti Konjunca është i aftë, ka aftësi, ka kredibilitet e dignitet më dhej se cilin institucion, më mirë se krejt këta që janë në institucione. Po, zoti Konjunca, mrana lëvizjes vetëvendosje, është i paaft me vendos më dje edhe shoferin e vetë. Si? Është i paaft me vendos edhe asistenten administrative të vetën. Zotit Konjunca i servohet gjithë shka. Nga? Nga vetë organizata. Për zotin Konjunca, sinqerisht për thamë, nuk ka besim zoti Kurti. Po e manë si një relik të vjetër të lëvizjes vetëvendosje aty, sa për me përdor kështu dhe ashtu. Unë jam shumë i sigurt që a zoti Konjunca dhe në fund, edhe se për deputet e lëvizjes vetëvendosje jam 100% i sigurt, më kam komuniku me ta, më kanë vetë kush përbohet president. Ata nuk e din deri në fund kush bëhet. Jo llogarit që ka shëndru lëvizja vetëvendosje deputet e saj. Jo deputet që dohin bëhen zë të arsyes edhe zë të diskutimit të temave, për zë të përbaltjes. Pra, deputet e lëvizjes vetëvendosje Ka një mision thu. Të godasin këtë që absolutisht ndan rrugët me Kurtin. Ti nëse pyet tash një deputet të lëvizjes vetëvendosje ose nuk përgjigjet ose ik, ose nuk poston asnjë status. Po. Se duhet me marr lejen atje çka me fol. Kur ti tani je në situatë që duhet me thonë diçka, merresh me Samil Ushtakun, merresh me Vjosa Osmanin, jo po këtë zonjën që për një me po dëshmon që nuk është më aftë se sa që ka thënë vetë, ka cilësu vetën më Matoshi. Shë gjuhën e saj, qëfar gjuhën e kontaminuese. Pse ti duhet me përdora gjuhën, ti duhet me dhonë standard politik këtë vend. Çfarë do të thoje po të ishe sot në vetëvendosje zonës Matoshi? Zonës Matoshi? Po ta kisha afër, po çfarë do të thoje? Po, është e pamundur ti me kanë sot aty kur është edhe ajo. Për këtë arsye na nuk jemi shumica aty. Pikërisht për shkak standardit tonë në politik, për cilën ne jemi rrit me lëvizjen vetëvendosje. Edhe kjo shërben për secilin sulagji, edhe për secilin njeri, edhe për secilin qytetar që do me mendu racional. As shumë që kanë dalë për lëvizjes vetëvendosje nuk kanë ndryshuar për parimeve tyne. Unë sot jam kona negociata, jam kona privatizimit, jam kona polarizimit madh, kona armiqësisë në këtë shoqëni. Ata kanë lëviz për qëndrimeve tyne. Pra, jo Zajednic. Jo mi fol tuk manastirit, së djep tuk ja ke fol 24 hektarja ke dhone. Për Jaranita, për shoshni. Po, plus për te sajna. Llogarit dil këtë ka opinionit, për ne rrit kemi ardhur fol në mbështetjes madhe në pushtet të sindikatave. Llogarit çfarë armiqësie ka kriju me sindikata. I thoj gati e potencial zotin Jashari në çmenduri, me fyre, me ofendime. Llogarit kem ka thonë vëlla, plus jam vëlla. E tash ai vëllai zoti Rashiqit, ai e zoti Kurti vëllai Oliver Ivanoviçi që është pol hero qytetar të mirë këtij vendi, e nënën tjetër deli përkujton krimet që ka bën zoti falë që tham zoti se shpreja që zoti Kurti e përdor për Ivanoviçin. Llogarit çfarë kontaminimi të thellë politik i ka bën këtij vendi. Konsekuencat e kësaj ndarje Kurti Osmani zgjedhet pritet të mbahen me gjatë shpejt. Pasi mbaroi ky afati i caktuar tashmë i mosës përkohshme gjykatës kushtetuese pas 31 marsit. Pritet që të qartësohet gjithë tabloja e kësaj zallamahije politike. Më falë që po e tham në gjuhën e poshtër, për cilën nuk e du. Nuk ka gjuhë të poshtër, po për shkak të kaluarës tonë, unë jam kështu shumë, nuk jam anti-popullit serb, po jam anti-Serbijës shumë. Po nëse nuk e di nëse muj me thonë tekstualisht kështu mirë që thojnë serbët, po për neve kanë thonë. S'fa ka që dhe 3 dana. Që dija ma madhe zho 3 dit. Të ne shqiptarë që dija ma madhe zho 3 dit. Nuk ka efekt? Krisha Osmani Kurti tu, të bota? Ka pas një efekt, po unë prapë e tham këtu, po him me bas një familje, mas zgjedhje kemi pas zgjedhje. Prapë. Përsëri, se zoti Kurti, po shihet që ati nuk i mjafton 51%.
ai dën me pas prokuror të vetin, dën me pas gjykat kushtetuese të vetën, dën me pas gjithçka në dorën e tij. Po. Nuk o i gatshëm të qeverisë, në rrethana normale thu. Po, ai është pa po do me kriju një farë terreni ku nuk e ka asnjë pol kundërshtar. Edhe gabimet e tina, pa aftësinë e tina me e amnistu secili. E fundit të Zoti Kurti është politikan i madh, po është menaxher shumë i dobët. Ju, mas ju kriju këtë qeveri, keni një deklarim shumë i rëndësishëm për cilën kaloj në heshtje. Shqilltari i zonjës Nagavci, kërkoj ndjes tash për emrin, ai dul tha që në Ministrinë e Arsimit ka krim me korrupsion, edhe bëri një përshkrim të gjatë që vetëm recepcionisti është i pa korruptuar në atë ministri. Kur kush nuk merret. Kaloj në heshtje. Llogarit ti se. Po, e kem parë këtë ka qenë shokues. Un kam Shokues. dal. Ex officio prokurori do duhet merre me ato. Nuk po. Ex officio prokurori s'do më marrë edhe me mua. Kur kam thonë në studion televizive në Dugaxhen edhe po tham edhe sot që qeveria Kurti e ka ditë 4 ditë më herët kur komendohu sulmi Banjska. Nuk ju ka intervistuar. Pas nuk merret kush këtë vend. Se gjithçka ka kriju një model për cilin po shtetin e përdur kur dëm ti. Dardan, apo të mungon aktivizmi jut si opozitari i shumë viteve më herët, e shohim aktualisht një kamp opozitar që nuk verejmë se po djersitet nga angazhimi i saj në opozit. Demokracia redi pranon edhe gjykimet edhe veprimet e gabuar. Natyrisht. Apo të mungon, po them, edhe si do duhej. Mu mungon edhe ti, unë për këtë kam thënë në këtë citat, një diçka e mirë është ka ndodhur. Po. Se nëse zoni Osmani po mendoj shumë që ka më marrë me politik, prap, ka me kriju një model të rritit të bërit opozit. Kjo është e mira këtë shoqëni. Mungon. Pra, unë e kom thënë gjithë dhe nuk po i vërejmë që nuk po i shojmë të dërsitun, as në PDK, as në LDK, as në AK, as ku do tjetër. Edhe këta politikanë po shohim që gjithë zhvillimet e rënda po i marrin me kollajlëk. Opozita, në fakt nuk i opozitë heq. Pse s'ki opozitë? Pse liderët opozitare kanë rregulluar jetën dhe mishenin e tyre. Edhe për shkak të këtyne në jemi në këtë situatë. Llogarit unë jam thash disa figurave të rëndësishme të partive politike opozitare. Po. Si parti opozitare, ne keni më shumë se gjysmën e komunave në Kosovë. Si parti opozitare, keni numër më të madh të drejtorëve të komunal në anën e juaj. Keni ansambleistat. 330 kandidat për deputet janë në 3 partit politike kanë qenë. Po. Edhe asnjë zë për gjithë këtyne njerëzve nuk e kemi pas kundër rritjes së shëndetit të energjisë. Shini rezultat tjetër kur do që mund zgjedhjet? Jo, absolutisht nuk është rezultat, po për këtë arsye shpresëm po e mbani te zonja Osmani që mund bëj një karshillak me absolutisht unë besoj shumë që zonja Osmani ka më bëni karshillak më politik, edhe pse terreni është do dalin gjona që mbase edhe publiku do të shokose çka ndodhur në raportin Kurti Osmanit. E vërtet, po edhe gjendja çfarë është në lëvizjen vetvendosje është tepër kontaminuese. Mrena vet ka mbien shpërthysu. Aty i mban veç interese dhe privilegje që i kanë. Jo po të themeltarja e listës guxo që ka qenë zoni Osmani. Në fakt e merr vetëm një mbështetje prej Haxhi Avdylit, i cili braktisi partinë për bëri një veprim të mirë. Jo për të bërë kundërshtori askujt, por për të thënë nalën se kjo gjumë që përdoret drejt sinqerisht është çon konflikte të mëdha. Populli e ka një shprehje popullore. Mos i bëj tjetrit asnjë gjë çka nuk do doje të ta bëje ty, po përpara pleshti kanë thënë dhe më ndryshi kanë thënë. Mendo 3 herë e fol një herë. Po nëse dikush ja bën gjë ndikujt do ta gjen mallkimin nga ai. Pra populli jon ka kaluar nëpër këto sfida për cilat njerëz kanë lënë fjalë në gjurmë në rrugtimet tona historike.
Aja çka është mos me të bërç opinionit edhe emisionit është se Zonja Osmani shumë në rrugtimin e saj si presidente ka çaluar në shumë situata. Një situatë që ajo ka bë ka shkel detyrën e vet. Po. Edhe ka kaluar heshtën këtë shoqëninë tonë është që nuk e ka përdorur të drejtën kushtetuese me i fal burgosit që janë në përburgje. Pra ka të drejtën me fal kushtetuese me fal njerëz që janë në burg. Po. Standardi drejta dhe lirat themelore të njeriu. Absolutisht, domethënë unë kam thënë kur një burgosur përmbush kushtet sipas komisionit gjexhës, po e besoj se burgu është dashur me pas pikërisht atë mision që ka arritë. Në këtë pikë thoni ka jo vetëm këtë pikë, edhe ka kriju polarizim të madh. Ka kriju shumë polarizim me media. Kontributore shumë e jashtëzakonshme. Jo e dini atë situatën kur mediat e identifikuan se ajo ka largu fëmijët e saj pa dash me nuk kam dhimbje pse përmend i largoi për shkollës publike dërgoi në shkolla private në konferencën për media dula takoj media e dula takoj njerëz që janë të lidhur me botën e krimit e ju do t'i shihni kush janë këta dhe ne do t'i zbulojmë kush janë këta. E pranoj edhe vet. Shkoj edhe kjo. Kam shërbyer Kurtit. Absolutisht. Shkoj edhe kjo. Ora çast. Për brana Kosovës. Ju e dini rastin me Llaban. Po. Ajo nisi sulmin ndaj gjykatës kushtetuese. Si beson ta çoj dekretin? Do të thonë llogarit kontradikta të thella ka. Zonja Kurti ka menduar se me këto shërbime bën partneritet me zotin Kurti. Po Zonja Kurti. Zonja Osmani. Politikisht nuk ka që gabuar për brenda. Absolutisht. Zonja Kurti, zoti Kurti, sukur Zonja Osmani mos i kish bën, ti shkon në përmbushjet e misionit të saj 100%, zoti Kurti është një bishë e madhe politike. Do të shojmë telenovela. Nuk dën, kemi më pa. Unë kam thënë kështu rrit zoti Kurti edhe në zgjedhjet e 2021 apo në 2022 zgjedhjet lokale kur u mbajtën në Prishtinë me qëllim ja ka humb zotit Vitia zgjedhjet, se s'ka dosh me bot fuqishëm. Edhe tash zoti Çeko, zoti Kurti ja ka humb zgjedhjet. Për këtë ngjet në rrezik nga Vitia nga Çeko. Nuk do të më kriju njerëz të madh brenda partisë për cilët të rrezikojnë edhe kështu tash a ke po njerëz. Kryqëteti dëshiron të mbetet ai i vendimarrës. Zoti Kurti dëshiron të jetë pushtet mbi secilin pushtet. Këtë ka dëshmuar në organizat. Pra unë s'po du për shkak tash laramania temave, po vetë ai çka ka bën i temës si më. Ai zoti Kurti vetë çka ka bën në organizat, çfarë njerëz ka prunë në krye të organizatës pa i dhënë kontribut asnjë gjë organizatës. E duke lënë mira aktivist të harruar që kanë kontribuar në organizatën aty kanë po në krye tjerës. Besoj që ka mas shumë letra që kam dërguar në atë kohë edhe zotit Ali, edhe zotit Kurti, edhe zonjës Mihajli, edhe Besnik Bislimit, se si shkon të organizata, se si duhet bëjë organizata. Nëse demokracia është kjo, që ti në Malishev nuk e ke asnjë zyrë televizësve të vendosje. A zyra nuk kanë madje. Edhe i merr 10.000 vota del partia parë, mu ke demokraci nuk komtohet. Cili është motivi që ti merr kaq shumë vota? Politikan. Apo dojnë me kriju këtë një vend që udhëheqin ajatullat? Yes. E që sot shembulli më i mirë është se si frekuentojnë me politikën e me demokracinë vendet e lindjes, apo dojnë me kriju një demokraci të shëndetshme ku këto transparenca, llogaridhënia janë elementi kryesor i secilit politikan. Base do t'u i dalin nga gjume edhe oponent të vinë në opozit. Faleminderit të Krasniqi shumë për kohën. Faleminderit ishte këndësi. Vjojmë këtë emision të nderuar shikues, analizë me kolegun Afrim Kasolli mbi zhvillimet e 24 orëve të fundit. Gjykata kushtetuese Kasolli nxori një masë të përkohshme mbi dekretin e presidentës dhe afati është deri me 31 mars. Deri në këtë periudhë as kuvendi nuk mund të mlidhet me qartësisht me vendim të gjykatës, po nuk do të vlej as dekreti i presidentës për shpërndarje të kuvendit, duke se gjeti një mes, ashtu një balans situate për mos hatrohet njëra apo pala tjetër. Mund të interpretohet si një lloj zgjidhje ekuilibruese politike ndërmjet dy palëve antagoniste, por 31 marsi vjen dhe atëherë do të qartësohet, do dihet se
cila palë ka drejt në aspektin kushtetuese ligjor. Një gjë është e sigurt, do thotë më kthim mbrapa nuk ka zgjedhje, do të mbahen në muajin maj apo do të mbahen në muajin qershor. Kjo mund të jetë diskutabile për shkak të këtyre pengesave kushtimisht po i quajmë procedurale, por ne kemi hyrë me në atë proces, i cili nuk ka kthim mbrapa politikisht dhe vendi shteqar. Mund bëhen edhe në prill. Mund bëhen edhe në prill, tash prapë tham se cili është muaj. I ka 4 ditë në prill zonja Osmani që mund ta shpërndaj kuvendin. Se cili është muaj, kjo mbetet të shihet do të nga këto zhvillime, mirë po që kemi hyrë në atë proces që vendi edhe një herë do të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Nuk ka më dilema dhe këtu tash do të jetë tensioni kryesor politik, pra se cila palë do thotë të përfitoj nga kjo situatë dhe ta satanizoj, ta atakoj tjetrën që është përgjegjëse për këtë bllokatë të re politike. Pra, siç e kemi diskutuar disa herë, do thotë që fatkeqësisht dhe mjerisht skena politike nuk po arrin të dalë jashtë rrethi vicioz, jashtë kësaj logjike rënuese për proceset demokratike, për pozicionin shtetëror. Do të por përfituese deri më tani është treguar për lëvizjen vetëvendosje në aspektin elektoral dhe për liderin e saj Albin Kurti, por a do të përsëritet i njëjtë rezultat, këtë nuk mund ta themi me siguri për shkak se mbase fërkimet e fundit politike që po bëhen gjithnjë më evidente ndërmjet presidentës aktuale ende zonjës Vjosa Osmani dhe kryeministrit Albin Kurti mund të lënë pak vrag në disponimin e mbështetësve të tyre, nuk them se sa, por që do ta lënë një lloj vrage, jam i bindur plotësisht, por jo në ato përmosa siç kanë iluzione mbase të tjerë që Vjosa Osmani sikur me një shkop magjik do ta rrënojë, do ta përgjysmojë. Po i bën grupën e madhe. Po i bën grupën e madhe, jo, absolutisht. Nuk pres në procese politike, nuk ndodhin këto gjëra kështu. Nuk lëviz kaq shumë nuk lëviz edhe duke marrë parasysh ne do thotë Vjosa Osmani nuk mund të jetë më e fuqishme politikisht brenda lëvizjes vetëvendosjes, se kanë qenë Shpend Ahmeti e tjerë dhe pikërisht kur kanë dalë, do thotë një grup i madh. Jo, krahason me Shpend Ahmetin. Po ndërgjoj, në kuptimin nuk mund të jetë aq e fuqishme politikisht brenda strukturës. Te masa ka solli. Po te masa, po edhe ai habitati LDK-s me materiale politike. Po mos haro edhe në atë rekrutimi i disa personave me profil civil si Shpend Ahmeti e tjerë, i shpar me sy pozitiv nga një pjesë zhgënjur me parti tradicionale, por që kishin ende dyshime tek metoda televizjes vetëvendosje. Flas kryesisht për elektoratin e LDK-s, me atë përjarje politike. Cili është efekti Osmani? Dëgjoj, varet se si ai do të pozicionohet. Atë Abdyli dje doli në mbrojtje sa praktisi partin Guxo. Me aq po them idealizëm idilik kështu, që është angazhuar me vite në vetëvendosje, duke mbrojtur në mënyrë të palëkundur Kurtin për çdo gjë dhe dje. Dëgjoj, tash struktura lëvizja vetëvendosje dallon prej gjitha partive tjera në kuptimin organizativ. Ky raporti politik që ekziston brenda këtij subjekti është si një lloj besimi drejt për drejt që kanë votuesit e këtij subjekti me liderin. Nuk është sikur strukturat e ndërmjetme që ekzistojnë në partitë të tjera. 51% kanë këtë besim, 51.1. E kanë, domethënë qytetarët e Kosovës më shumë se në lëvizjen vetëvendosje besojnë Albin Kurti. Nuk është që kanë besim, për shembull, unë nuk pres se qytetarët e Kosovës të kenë besim te Adriana Matoshi apo të kenë besim te Mefi apo te dikush tjetër. Nuk kanë besim te këta individ. Ata kanë besim. Po ky po i çon prapë në zgjedhje. Po i çon prapë në zgjedhje. Ata kanë besim tek Albin Kurti dhe nëse kanë edhe pak kënaqësi me strukturën e tij kadrovike, janë në gjendje ta tolerojnë për shkak se Albin Kurti do thotë është i bëj preferuar i tyre dhe ai e din. Ka solli nga reagimet në Facebook, nuk po shihet që njerëz pe çortojnë Adriana Matoshin se vani po shkon zgjedhje, por direkt zotin Kurti. Pajtuam, kjo është jemi në një frekuencë. Jemi në një frekuencë. Jemi në një frekuencë. Ajo që thashun që qytetarët e Kosovës nuk është që kanë besim tek struktura tjera televizjes vetëvendosje. Qoftë besimin, qoftë zhgënimin, qoftë besimi, qoftë zhgënimi do të reflektohet drejt për drejt vetëm në personalitetin e Kurtit dhe jo të dikujt tjetër, do të mbijetesa e lëvizjes vetëvendosje si strukturë është e mbarur ekskluzivisht nga personalizmi i Albin Kurtit. Lëvizja vetëvendosje në asnjë shans nuk do të ishte në gjendje, po e zom të kalonte, të mbijetonte në për traumat që kanë kaluar subjektet të tjera politike. Po e zom sikur të ishte rasti i lëvizjes vetëvendosje me PDK, domethënë lëndime që i ka pas me marrjen e 2 prej liderëve themeltar, do thotë lëvizja vetëvendosje nuk do të mbijetonte politikisht në këtë drejtim. Por edhe në lidhjen demokratike që ka ndodhur, është dëmtuar, është kurrur tej masë mirë, po unë jam i bindur që
lëvizja vendosje nuk do të ishte në gjendje ta i kalonte as testin e lidhjes demokratike të Kosovës, sikur po e zonë të sakrifikohej Albin Kurti Në politikisht. funksion të kësaj, me qenë se zonja Osmani nga një pjesë e qytetarëve, ati votuesit LDK-s shihet si tradhtare. Ajo që rënoi në fakt LDK-n duke bërë bashkë me Kurtin në shkurt vitit 2021, duke fundosur politikisht një parti tradicionale. Sa mund t'i binda ata njerëz që sot mund t'jenë edhe votues të Kurtit? Dhe janë, jo vetëm që mund t'jenë, po janë. Po tham, se s'kemi na moti kështu në kuptimin. Ndëgjoni, tash kjo do të morët Sa mund të heq votat Kurtit zonja Osmani? Ndëgjoni, që do të lënë një vrag nuk diskutohet. Po. Do thotë që mirë, po nuk do t'ja cenoj supremacinë politike Albin Kurti në raport me subjektet e tjera politike. Këtë e them me bindje të plotë, ndonë se nuk kemi ende ulëmtime të opinionit publik. Nga se, si thash në fillim, duhet si ngritja një subjekti politik televizijës vetëvendosje, konsumon kohë, por edhe të kurrja e saj pashtu konsumon kohë dhe nuk bëhet me një shkop magjik apo me veprime të operatorëve. Po. Absolutisht kjo nuk do thash. Asnjë subjekt politik po e zom në këtë drejtim, sikur që i ka ndodhur lëvizjes vetëvendosje kur ka ndalë një grup prej 12 deputetësh, por nuk është lënduar asnjë nuk është pritjen e atë të jo vetëm që nuk është lënduar, por është fuqizuar elektoralisht. Pikërisht për shkak të këtij raporti të drejt për drejt që ekziston ndërmjet elektoratit televizijës vetëvendosje me Albin Kurti. Dhe kjo është variabla kryesore që e qartëson fatin politik të lëvizjes vetëvendosje. Tash, unë nuk e shoh ende Vjosa Osmani në atë pozicion politik që Luft paralajmëroi dhe mbrojtje një intervistë për TV Syrin e Shqipërisë. Luft paralajmëroi, mirë po ajo nuk mund të shlirohet as let nga po përdori terma ndonë se nuk jam politik, më tepër vin prej proveniencës religioze, nuk mund të shlirohet as let nga barra e mëkateve për bashkëpërgjegjësinë politike që e ka në vend, për bashkëpërgjegjësinë politike që e ka, që duke i shërbyer Albin Kurtit e ka ndërtuar këtë realitet politik në cilin jemi. Mos harro gjithë konfidencat e komunikimit. Rëshqitazi ajo domethënë qartë tregoj që datën e zgjedhjeve e ka caktuar sipas preferencave politike të Albin Kurtit. Dhe presidenti Osmani me zë dhe figurë, qartë si tregoi publikisht. Qartë si tregoi nga besimi naiv, do thotë nga besimi naiv se e njëjta do të rikandidohet nga lëvizja vetëvendosje për mandatin e dytë presidencial. Pra e njëjta për ta ruajtur pozitën e saj institucionale dhe presidenciale është angazhuar që ta krijojë atë klimë politike që shkon si presidente krijojë atë klimë politike që shkon ekskluzivisht në favor të lëvizjes vetëvendosje. Do të kujtohen arsyetimet e saj. Unë nuk jam prej atyre që diasporën e konsideron vetëm si bankomat dhe pa përgjegjësi politike dhe pa vendimarrje politike etj. Do gjuha e saj politike ka qenë ekskluzivisht nga shtratit narrativ të lëvizjes vetëvendosje. Si u parasit Vjosa më rënd? Po ndëgjoj, sipas jush, në leximin tuaj. Tregoj do të thënë naivitetin e saj politike. E dyta tha, unë kam insistuar në rikandidim pas mbështetjes absolute që ka marrë nga kryeministri Albin Kurti si para zgjedhjeve të 28 dhjetorit, ashtu edhe pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Ditën me mbështet se natën punonte punë me jetë. Dy ditë pas zgjedhjeve, natën e vitit 3 kam treguar publikisht, nuk ka qenë obliguar ta lexoj shkrimin tim. As nuk ka qenë obliguar t'i besoj atyre që i kam thënë. Por publikisht i kam treguar që më nuk është e preferuar e kryeministrit Kurti për atë pozitë politike. Kanë trajtuar mbase si nuk hibride. Po i ka besuar, do thotë, më tepër i ka besuar instrumentalizimit politik që ka bërë Kurti me të sesa shenjave të qarta. Cilin rol e luajti mbrëm në intervistë zonja Osmani? Po në një duke transmetuar një mesazh që ajo nuk do të ndalë. Ka progun minimal të standardeve një politikane të përgjithshëm? Jo, absolutisht, do thotë ajo diet dëshmoj që ka qenë plotësisht në funksion të agjendave elektorale të kryeministrit Kurti. Me këtë ajo ka barë të madhe, ka përgjegjësi të madhe politike, sepse ka neglizhuar vullnetin politik të disa subjekteve tjera, e cila ka qenë e obliguar ta marrë në konsiderat vullnetin të disa subjekteve tjera, duke e përdorur diskrecionin e saj presidencial për caktimin e datës së zgjedhjeve. Goditi opozitën vetëm nga u bën janshme. Goditi demokracinë. Ky më tepër se opozitën, goditi domethënë pluralizmin demokratik, goditi domethënë frymën për të kriju, për që të kemi një opozitë më të fuqishme, e cila do të jetë është garancion, pavarësisht rolit çfarë luan opozita. Megjithatë, një opozitë edhe numerikisht sa do të jetë
më e fort, aq është më shumë garancion për demokraci. Dhe kjo o për kujdes që ti shpërfill ekskluzivisht këto detyrime politike, demokratike, kushtetuese vetëm nga duke besuar në premtimin e Albin Kurtit se ti je presidentja më e mirë e shekullit 21. Ndëgjoj tash, ndëgjoj çfarë diskutime ka pasur, ti do të je presidentja më e mirë e shekullit 21 dhe nuk kemi arsye që ta prishim. Çdo gjë bën përdorën shtetin për nuk kemi arsye ta për vete, krye këpot për vete. Nuk kemi arsye ta prishim këtë pakt politik. Pra presidenta më e mirë e shekullit 21. Vetë tha, të inkurajohet, dhe ti përdor kompetencat e saj institucionale dhe politike për t'ia plotësuar tash me çka ka plotësuar psikologjikisht egon, ky tash Vjosa Osmani për t'ia plotësuar egon politikisht. Erdhëm për ta shtruar Kosovën, po dëgjoni në moment me terma shpërfillës kështu, po se nuk e mendoj që Kosova ka qenë pa zhvilluar, e robëruar, nuk mendoj që Kosova ka qenë pa zhvilluar. E tjera, ti nuk mendoj që Kosova nuk ka qenë shtet, e kështu me radhë. Shumë fushata tjera të dezinformimit që kanë bë binomi Kurti Osmani për ardhen në pushtet. Erdhen në pushtet, krijuan atë momentum kolektiv dhe ç'po ndodh tash? Po jemi ne siç duket po e them me shaka, po e them me shaka. Kosova tash është liruar nga Vjosa, e qeverisur nga Kurti. Siç po e them me asi ti përdorim këto rimat. Po e them me shakarit, se jo që besojnë atë, por siç duket këto biseda që i kemi pasur këtu mbi relacionin politik ndërmjet këtyre dy personaliteteve dhe argumentet që kanë përdorur se ku ekskluzivisht kryeministri Kurti e ka frustrimin e tij në raport me Vjosa Osmanin, duket që janë përvetësuar nga TV Arbëria dhe janë përdorur si teza politike të lëvizjes vetëvendosje për ta diskredituar. Dëgjoni, ne kemi thënë kushdo në ekipin e Kurtit, edhe nëse e shikoni edhe keni drejt natyrisht. Së pako me ruaj drejtën e autorit. Dëgjoj, po, dhe le përdoren intelektuale. Kur ka filluar kjo çare, do të thotë Manxhuka, përshëndetje. Kur kujtohet kur ka filluar kjo çare, un kam thënë që ndër motivet kryesore frustruese të Albin Kurtit me Vjosa Osmanin kanë të bëjnë me rivalitetin politik në jashtme. Ai konfirmoi dje presidenti Osmani, tha, më ka thënë duhet një president i cili nuk është aktiv në politikën e jashtme. Me zërë me figurë, dhe nëse të kujtohet tash, nëse hym në emisionet që i kemi në arkiva, disa e kam thënë, nuk ka frustrime Albin Kurti me Vjosa Osmanin sa i përket menaxhimit të brendshëm, kryesisht rivaliteti ka qenë për shkak të lënjes në hijet të tij në politikën ndërkombëtare, e të cilat sipas këndvështrimit të lëvizjes së vetëvendosje janë të domosdoshme, do të thotë ai izolimi i Albin Kurtit është i domosdoshëm për shpëtim të shtetit. Kjo është pak a shumë si do ta arsyetoj Kurti priçën me Vjosa Osmanin? Ende nuk ka bërë arsyetimin e plot. Para mosës. Ndëgjoj tash, kryesisht do thotë në kërkim të formulimit. Është në kërkim të rima mbase. Si mund ta bëj rimën tash Kurti? Po ndëgjoni, këtu siç duket këtu i ndihmoi padashje, këtu siç duket i ndihmoi padashje edhe Richard Grenelli, sepse ka filluar vetëm padashje do të bëri një gabim diplomatik Richard Grenelli që e përshëndeti dekretin e presidentes për shpërndarje të kuvendit dhe tash do të insistohet me të madhe të krijohet një lloj narracioni që do të rikthehen skemat e vjetra për ndarjet të Kosovës, do të rikthehen alianca e afërsia e saj me Edi Ramën. Prap kundër Amerikës, kundër Amerikën me çan lideri më i votuar. Me lideri më i votuar. Shto faktin këtu që po jep material, jo që unë besoj që është e vërteta ajo rrit. Mirë, po jep një material për ta plotësuar narracionin politik, edhe roli i Edi Ramës, afërsia me Vjosa Osmanin. Në të njëjtën kohë, bashkëautorësia e një shkrimi për mua problematik me Aleksandar Vučićin, ku Serbia dhe Shqipëria e trasojnë rrugën e tyre të agjendës evropiane duke e anashkalu detyrimin që ka Serbia në raport me Kosovën. Po shpeçon vendin në zgjedhje në fund. Po në zgjedhje, kush shpeçon vendin në zgjedhje? Pyetja thjeshtë. Lëvizja vetëvendosje. Pse po shkojmë në zgjedhje? Lëvizja vetëvendosje do të insistojmë. Ti dham 51.1%. Pse po na çon prapë në zgjedhje? Lëvizja vetëvendosje do të insistoj
A do të ketë suksesun, nuk mund ta profetizoj këtë. Si do ta bëj rimen? Do të insistoj që vendi po shkon në zgjedhje për shkak të kësaj aleance të sipër përmendur politike, tash do thotë ndërmjet Grenelit, Vjosa Osmanit, Edi Ramës, Vučićit, në mënyrë që të pengohet qeverisja e Albin Kurtit se është. Po 21.1% e fitoj. Po me na duhet edhe presidenti, do të thotë që pozita e presidentit na duhet. Po çka i pengoj zotja Osmani? Përmban asnjë gjë. Duket kanë krijuar edhe një lloj, megjithëse nuk arriti të arsyetohej dje, duket sidomos kjo që i ka dhënë goditjen fatale kësaj aleance politike ka qenë në nënshkrimi i bordit të Poçës, ajo u arsyetu që nuk ka mundur ta informoj kryeministin Kurti sepse koha ka qenë shumë e shkurtër. Bashkimi Ashari, komandanti FSK-s tha ka kërkuar zyrtarisht. Koha tha ka qenë shumë e shkurtër, na është thënë që të vini brenda 24 orëve, kemi tentuar dhe duket që kryeministri Kurti nuk ka qenë informuar. A ka qenë çështje koha? Kabineti Kurtit bën me dije, është e vërtet apo jo kjo që do ta them nuk e di, por kanë thënë taksativisht që zonja Osmani as në telefon nuk e ka njoftuar zotin Kurti që po shkon ta nënshkruaj. Tërthorazi e pranoi ajo. Nuk për shkak të mungesës së kohës nuk ka mundur ta bëj këtë gjë. Tërthorazi e pranoi. Stafi im ka tentuar të kontaktoj stafin e kryeministit, por kjo ka qenë e pamundur, kështu që duket, domethënë kjo që i ka dhënë goditjen fatale është edhe pikërisht dhe që është vërejt ajo më pastaj mënyra se si është sjell Albin Kurti në raport me nënshkrimin nga Kosova në bordin e Poçës, duke anashkaluar totalisht dhe vetë nëse tash a do të ndodha nuk ndodh nuk di mirë, po planet për dërgimin e FSK-s në misionin e Poçës në Gaza i ka interpretuar si çështje operacionale ekskluzive të ministrive përkatëse duke e injoruar plotësisht rolin e presidentes Osmani në këtë mision. Ka ardhur duke u mbushur kupa, si themi, do thotë e frustrimeve të njërit me tjetrin, por që kjo që i ka dhënë. Kush bën fajin për prishjen e tyre tash? Fillim fajin Amerikës prap. Do të tentohet Amerika imperialiste do të tentohet të përdoret ky narracion, ndërkohë fajtorë janë vetë të dy, do të thotë fajtorë absolutisht janë vetë të dy, por në këtë drejtim, Vjosa Osmani ka përgjegjësi më të madhe juridike dhe politike për shkak se ka pranuar që në funksion të egos së saj presidenciale t'ja plotësoj të gjitha dëshirat e egos politike të Albin Kurtit me rastin e fundit me këtë të caktimit të datës së zgjedhjeve sipas preferencave të tij politike dhe partijake. Në gjithë këta minuta për çka biseduan? Për kë biseduan? Për Vjosa Osmanin dhe Albin figura Kurti. politik. Ku janë këta tjerë? Ka janë në arkiv dika? Duke shpresuar që ky konflikt do t'ua krijojë hapësirën e mjaftueshme për bën shkenim kjo për ju Kasolde? Për bën shkenim? Për bën dëshpërim? Kemi absolutisht ne kemi diskutuar edhe dje është. Ku janë në rolin e tyre opozitës? Unë thash duke në iluzione duke mbrizuar nëse mund ta them. Në iluzione që Vjosa Osmani ka mbetur shpresa e fundit që të krijojë hapësirë politike për përfitime elektorale pasi u dështoi ideja që Amerika do të harxoj Kurtin, e para ka qenë që Amerika perëndimi për shkak dialogut do të harxoj Kurtin, kjo nuk ndodhi, ajo forcua elektoralisht për shkak që qytetarët e Kosovës do ta shohin pa aftësinë e tij qeverisë. As kjo nuk ndodhi, do të përkundër dështimeve ekonomike që ka kjo qeveri, kjo është fakt. Dështimit, rritjet, inflacionit e gjitha askush nuk po merret me. Përkundazi edhe në këtë drejtim, do thotë edhe në këtë drejtim u forcu elektoralisht dhe tash nuk u ka mbetur asnjë lloj instrumenti. Në zgjedhje vendi po shkon përfundimisht. Nuk ka diskutim, nuk ka kthim mbrapa më në këtë drejtim. Një kohë shumë të shkurtër. Lëvizja vetëvendosje do të në publik me vetëm me qëllim që ta justifikoj vetëm pse nuk e rikandidon Vjosa Osmanin, ka operuar me termin e kandidatit konsensuale e tjera për të mos e mbështetë për muri opozitën poshtë paqe, me që ajo të kishte qenë mirëfilli, do thotë e përkushtuar për një kandidat konsensual, në fund nuk kishte kaluar te kandidati i tyre partijak, por do të kishte insistuar që t'i qëndronte deri në fund zotimit të saj publik. Por e para është përdorur veç si justifikim për të dytën mënyrë që të mos mirën votat për kandidatin e lëvizjes vetëvendosje dhe të plotësohet narracioni mbi përgjegjësinë e subjekteve opozitore. Rivaliteti mbase do të dinamizohet midis zonës Osmani dhe zotit Kurti. Do të reduktohet gjithë politika e rivalitetit të madh midis zonës Osmani dhe zotit. Absolutisht, mirë, po që prapë po insistoj që në këtë drejtim do të veçanërisht aktet e fundit që kanë filluar
që nga sulmet brutale të kundër gjykatës kushtetuese, duke i kontribuar agjendës së lëvizjes vendosje për ta shtuar zhgënimin e institucionet juridike në vend, e zhgënimi i institucionet juridike në vend shkon vetëm në favor të lëvizjes vendosje, sepse kjo është e vetmja që ka kapacitete më shumë ta përvetësojë nëpërmjet narracionit të saj këtë klimë politike dhe caktimi i datës së zgjedhjeve ekskluzivisht sipas preferencave të Përbën kontribut në këtë realitet çfarë jemi sot dhe që Dhe sot në Osmani pasush nuk mund të paraqitet me rol viktime. jo, bashkëpjesëmarrëse në me kontributin e saj për cënimin e parimeve demokratike të Kosovës. Faleminderit Kasolle. Ishte kënaqësi. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.